Mbushur në penxhere plot Vasili. Nektari i Polifonisë është një grup këngëtarësh polifonik i formuar nga 10 djem, kryesisht nga qarku i Gjirokastrës si dhe 2 antarë nga Saranda. Të rritur me traditën e këngës polifonike, bashkimi i tyre në Tiranë erdhi si rezultat i punës dhe studimeve universitare, duke kthyer lidhjet shoqërore në një bashkëpunim artistik të qëndrueshëm. Grupi ka si synim ruajtjen dhe transmetimin ndër brezat të këngës polifonike, një pasuri e mbrojtur nga UNESCO, që përfaqëson identitetin kombëtar shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme. Antarët e grupit e kanë origjinën nga Gjirokastra, Tepelena dhe Këlqyra. Nisma për krijimin e grupit lidhet edhe me angazhimin profesional të drejtuesit në Teatrin e Metropolit, ku prej 7 vitesh zhvillohet një punë e vazhdueshme me të rinjt në kuadër të ansamblit artistik. Prej 5 vitesh, Nektari i Polifonisë është aktiv në skenat shqiptare, duke marrë pjesë në evenimente të rëndësishme kombëtare, përfshirë festivalet kombëtare të polifonisë në Gjirokastër, Tepelen, Vlorë, si dhe në aktivitete të ndryshme. Ky është Nektari i Polifonisë, një grup djemsh formuar rishteti për 5 vitesh, djem nga Saranda dhe nga Gjirokastra, të cilët studimet i bëjnë bashkë në Tiranë dhe sillin këtë grup të bukur polifonik që ka si synim ta transmetojë këngën polifonike ndër breza dhe ta ruajë si trashëgimi. Kam kryetarin e grupit, krehun, Mihal Kaçi në studion time. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen. Kënaqësi që të kam këtu. Kënaqësia është ime dhe faleminderit shumë për ftesën. Më trego pak për Nektarin e Polifonisë. Ku e ke grumbulluar? Nga e ke mbledhur? Nektari i Polifonisë është një nga gjërat më të shtrenjta përveç familjes që un kam në këtë jetë, domethënë dhe shumë gjërave të tjera. Ishte një bekim i madh që na erdhi nga Perëndia, le të themi, në këto vite që jetojmë, në këtë kohë që është shumë e vështirë për të gjithë botën dhe për neve shqiptarët. Djem të cilët me origjinë nga Tepelena dhe nga Gjirokastra, unë nga Këlqyra, po kemi dhe 2 djem nga Saranda, të cilët neve ishim me punë këtu në Tiranë, disa prej tyre erdhën si student. Jemi njohur para disa viteve në festivale, sepse një pjesë e djemve janë dhe vazhdues, domethënë të familjeve të tyre të këngës, siç ka Malvaron që vjen nga Çenkajt e Gjirokastrës, Rudianin që vjen nga Zijajt e Tepelenës, edhe po kështu edhe neve të tjerë, domethënë që e kemi pas traditë, që e kemi marrë që nga prindrit e gjyshit që në vogli. Ishte një pasion që në përmjet skenës, do me thënë edhe në përmjet viteve, dhe neve që mësuam dhe punuam dhe kënduam edhe me korifejt e mëdhej të këngës në këto vite që ishim në Tiranë, që në morën si a i brumi që sa po hidhet në tepsi dhe na përpunuan edhe na frymëzuan, u bën ata një shembull që e morën këngën nga gjithë esaret edhe nxorën në për skena duke i dhënë asaj një nurë më të lartë. Kjo erdhi dhe tek neve, tek brezi i ri, duke para ta, u frymëzuam dhe neve, do me thënë që kemi kënduar kreatyre dhe e kemi marrë si një zotim shpirtëror, le të themi, që të bëhemi dhe ne burim, inkurajimi dhe frymëzimi për brezat e ri që kënga jonë të vazhdoj. Dhe besoj që është një pasion i brendshëm shumë i madh, sepse po të vi puna për të bërë llogaritë e fitimit nga kjo gjëja, besoj që është një bisedë pa sens. Nuk ka fitim nga kjo gjë, kjo ka vetëm fitime shpirtërore, Kristi, për arsye sepse neve në për festivalet që kemi shkuar, apo neve që jemi një çik më të mëdhej, sepse grupi jon ka që 22 vjeç deri në 37 vjeç, do të thënë ka një gamë të pak në distancë në moshë, po kemi arritur në njohje, në shoqërira, në vëllazërira, do me thënë kënga labe, kënga polifonike është ajo që bashkon, që mbledh vlerat, që i dallon vlerat dhe që i bën bashkë njerëzit, siç bëheshin dikur në për tavolina, në për sebepet tona. Është bukur që ju ruani këtë traditë, në fakt. Dua të di cili ishte ai çast që ju bëri bashkë të gjithëve. Pra ishte një moment apo u deshin punë e jotja kërkimore për këtë djem? Ja, ishte viti 2021, ishte një nga festivalet e Divani Lunxhot që bëhet në Gjirokastër. Aty unë takova një prej shokëve të mi, Rudianin, i cili vinte student në Tiranë.
edhe i them që Rudi neve këtë vit do bëjmë, ishte një thirrje e cila mua më zbriti, do me thënë brenda vetes time, dhe unë nuk e di pse më erdhi si e përbrëndshme, do me thënë, si dëshirë. E ndjeve në atë moment. Pastaj po ashtu me Rubinin, kthysin e grupit, të cilët u bën bashkë, me Alvaron, me Julin, me Donaldin, me... Të mjaftoi përgjigja e parë pozitive dhe aty the grupi u formua. Do me thënë, sepse nuk ishte vetëm dëshira ime, ishte dhe dëshira e shokëve, edhe ata janë ndjem shumë të mirë, shumë të talentuar dhe i qëndrojmë korrekt këngës, pavarësisht sfidave që i kemi të mëdhaja, sepse jemi të larguar, do me thënë, deri para një viti ishim të gjithë në Tiranë. Por tani disa djem janë kthyer, kanë shkuar në Gjirokastër, 2 i kam në Sarandë dhe neve bëjmë kilometra të tëra për të bërë bashkë, do me thënë bëjmë bashkë edhe zëmrën, bëjmë bashkë edhe zërat, se kënga kalon nëpërmjet shpirtit. Të gjithë djemt me një bagazh kulturor të njëjtë pak a shumë? Kemi formim të njëjtë, kemi, le të themi duke qenë që jemi pjesa më e madhe, jemi nga qarku i Gjirokastrës, neve kemi këngët e genit, le të themi, këngët e gjakut. Pavarësisht se kënga polifonike ka të veçantat e saja, sepse çdo fshat ka motivin e tija që dallon, po ashtu dhe Gjirokastra, që është një këngë polifonike, le të themi, por qytetare, sepse është e veshur me nuancat e saja. Tepelena, fshatrat e Tepelenës, neve Malshova, Zagoria, ruajmë atë traditën e pastër që kemi patur dikur, këngët e vajt, këngët e kurbetit, këngët e ninullave, të nënave tona, do me thënë kënga tregon qytetërimin e vendit. Absolutisht. Po më trego pak si i ke ndarë zërat tani, si i ke shpërndarë atje në grup? Polifonia jonë ka 4 zëra, ka marrësin, ka kthysin, ka hedhësin dhe ka ison. Duke qenë që neve jemi një grup ansambl, le të themi, sepse kemi 3 marsa, është Alvaro, është Rudiani, jam edhe unë, dhe këndojmë këngë, do me thënë këngë të përzijera. Alvaro këndon këngën Gjirokastrit, Rudiani këngën Emirfilt Labe, unë këndoj këngën polifonike të Zagories dhe të Malshovës dhe kuptohet, do me thënë të gjitha këto damarët e këngës polifonike luajnë rol, do me thënë luajnë atë rolin e simfonisë. Tani kemi Rubini është në rolin e kthysit që bën zërin e dytë, Alvaro dhe Amer dhe Akthen dhe Aheth, po ashtu dhe unë dhe Rudiani bëjmë të njëjtin gjë, por duke qenë që janë motivet e ndryshme, neve ndërohemi. Julin e kemi, Julianin dhe Albin, i kemi të dy në rolet e hedhësave, Juli në rolin e hedhësit të le të themi të Bregu dhe të Labëris, kurse Albi është në rolin e hedhësit të Gjirokastrës. Do më tregosh një sekret si të zgjas kënga Isoja, se kam provuar pak minuta dhe sigurisht kur nuk e eksperiencë, fillon të zë koka pas pak qastesh. Shikon, neve gjejmë sebepin që të mblidhemi dhe kur nuk kemi sebep, për shembull që jemi të larguar apo jemi me punë, unë them çunave, të parët tanë thoshin që neve kur nuk kemi arsye për të mblidhemi, atëre duhet i krijojmë. Neve më shumë na shtohet malli tani që jemi të larguar, po evenimentet tona nuk na lënë që të na marrin malli. Trego pak, ku keni performuar? Cilat janë ato vende që ju kanë dashur, ju kanë pranë për të pasur këngë polifonike? Në përgjithësi kemi pasur dhe evenimente këtu në Tiranë, për shembull duke qenë që unë punoj në Teatrin Metropol dhe neve aty bëhet një punë shumë e madhe me ansamblin, edhe neve kemi pjesë, aty do me thënë këndojmë në evenimentet e ansamblit të Tiranës. Neve kemi kënduar një nga pikat më kulmore ka qenë Festivali Gjirokastrës në vitin 2023. Kemi kënduar në koncerte qeveritare, siç ishte vjet që u bë në Pallatin e Brigatave për 28 nëntorin. Pastaj në gjithë festivalet, për shembull ato që ka organizuar Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike, Ministria e Kulturës, do me thëmë për polifonin, apo Bejka e Bardh dhe Piluri, Divani Lungjiot në Gjirokastër, Vjosa në Tepelen, do me thëmë gjithë gjaku jonë ku këndohet bukur kënga polifonike, neve na kanë ftuar, na kanë vlerësuar me çmime dhe na kanë krahosur, do me thëmë. Po jashtë Shqipërisë Mihal, ke bërë përpjekje për të shkuar dhe për të performuar diku? Jashtë Shqipërisë nuk kemi bërë përpjekje të themi të drejtën, sepse dhe brenda që kemi sfidat tona, që sapo i tham, tani, pa tjetër që e ardhmja, duke u rritur dhe neve bashkë me këngën dhe... Po imagjinoja sa bukur do ishte në diaspor diku?
Në patjetër, në diasporë neve le të themi na gëzon shpirti, sepse gjithë kjo është pasuria e gjithë shqiptarëve që krenohet UNESCO, sepse UNESCO ka marrë një nga vlerat tona, polifoninë shqiptare. Kjo është vlerë e identitetit tonë kombëtar. Ku janë shqiptarët, atje duhet jetë dhe polifonia. Sa krenar janë të moçmit për ju? Të moçmit? Duhet jenë shumë krenare dhe pse ata kanë bërë më shumë nga neve, sepse ishin njerëz me vlera dhe me rregulla. Ata ishin ata që ishin mademi i kësaj pune, do me thënë dhe neve... Besoj ke kontakte me shumë prej tyre? Patjetër, si s'kemi shumë kontakte. Unë kam patur fatin dhe nderin që të njoh Lefter Çipën. Ai ishte një nga frymëzimet më të mëdha të jetës time, po për këtë u edukova dhe nga familja. Kam patur fatin të kem hedhësin brilant, korifeun e ansamblit të shtetit Hyso Xhaferin, që kam kënduar me të për vitet të tëra këtu në Tiranë, që është i paharuar. Pastaj gjithë këngëtarët e Labëris, të Vlorës, të Gjirokastrës, të Tepelenës, këngëtarët e Bregut, Katinën e Himarës, Eleni Mërkurin, Ermionin, Kristo Çipën, të cilët janë një burim frymëzimi, neve i shikojmë me një admirim, ne mundohemi të marrim shembull prej tyre për sakrificat që ata kanë bërë në jetë për këngën dhe mundohemi që sado pak të ngjajmë atyre, pavarësisht se koha ka sfidat e saj. Dhe aktivitetet besoj që janë të shumta edhe për këtë vit që sapo ka hyrë, për 2026, besoj keni bërë ato planifikimet e para? Patjetër, neve kemi bërë planifikimet e para, neve tani për momentin jam duke folur me një agjenci turistike e cila do shtri një program të madh këtu në Shqipëri edhe në Tiranë, me turista që do të vinë. Ata duan që të shikojnë këngën polifonike, ta prekin nga afër dhe neve duam të mbajmë një program atyre, i cili konsiston duke u kënduar këngën, duke u shpjeguar histori për këngën, për fustanellën, për historinë, edhe duke u mësuar në fund dhe një njësi të vogël këngë që ata të shikojnë si zërat. Tani, Mjal, ke kamerën përballë, dua një mesazh prej teje. Pse një i ri sot që nuk e ka idenë fare se ç'është polifonia, duhet kuptoj dhe duhet mësoj për këtë trashëgimi të madhe kulturore shqiptare. Po sepse polifonia, ç'është e vërteta, është një vlerë identiteti, nuk është një gjë e thjeshtë. Në qoftë se neve harrojmë polifoninë, neve kemi harruar veten, kemi harruar prindrit, kemi harruar gjyshit. Pastaj ndërkohë kur gjua jonë ishte ende e pashkruar, kur ne nuk ishim një gjuhë zyrtare, ishte polifonia ju apo kënga labe, kënga vëndshe, që i thoshin të parët tanë që nëpërmjet saja u shkruajtën të gjitha këngët, u shkruajt identiteti, historia, është një vlerë e cila neve na thret, na zgjon nga gjumi për kujtesën tonë kombëtare. Polifonia është si kalat, është familje më vete, do me thënë është ajo vlera që çdo njeri kur shkon, për shembull e fut në sepetin shpirtëror, në valice, e mban me vete. Dhe është një nga thesaret që ka ky popull për t'u krenuar. Edhe populli shqiptar, kultura shqiptare mendoj që është krenare me ty, me grupin tënd. Unë të falenderoj shumë për energjinë pozitive që përcolle, shijova vërtet bisedën me ty dhe uroj shumë sukses. Uroj që ta trashëgoni dhe ta përçoni brez pas brezi këngën polifonike. Jo neve, po gjithë brezat i kanë borxh Shqipërisë që kulturën tonë kombëtare, jo vetëm polifoninë, po ne kemi lahutën, neve kemi fustanellën, neve kemi xhubletën, neve kemi shumë gjëra të cilat janë krenari kombëtare, t'i shpije më tej, sepse gjithmonë breziri është ai që i rifreskon gjërat dhe i mban gjallë duke i përcjellur ato në dekadat dhe në vitet që do vinë. Që kështu dhe ne jemi mirënjohës dhe i përulemi në gjuhën e kombit tonë të shenjtë. S'po heq asnjë pikë dhe asnjë presje kësaj që the. Faleminderit shumë dhe një herë tjetër dhe urimet më të mira, suksese. Gjithë të mirat ju uroj. Do të mbyllim